Numri i përgjithshëm i pacientëve të shtruar në spitale për janar-prill 2025 ka rënë me 1% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s. Rënje është shënuar edhe te numri i pacientëve të shtruar te spitalet psikiatrike. Sipas të dhënave të raportit të monitorimit të treguesve financiar të Ministrisë së Shëndetësisë për janar-prill 2025, numri i të shtruarve në spitalet psikiatrike është pakësuar me 3.4% pas rritjes së shënuar në 2023. Pavarësisht rënjes së përgjithshme të shtrimeve, janë rritur rastet në kardiologji. Për periudhën janar-prill 2025, numri i pacientëve të trajtuar në kardiokirurgji është rritur me 18% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s, duke arritur në 3.899 pacientë. Ky është numri më i lartë i pacientëve të trajtuar në kardiologji që nga 2020, duke sinjalizuar parashikimet e bëra nga mjekët për shtim të rasteve me probleme kardiologjike si rezultati ndotjes së ajrit, keq-ushqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik. Instat raportoi së fundmi se vit pas viti vdekshmëria si rrjedhore së mundjeve të aparatit të qarkullimit të gjakut po rritet, duke pasqyruar një stil jete jo të shëndetshme.